Dita ditës po përforcohet më shumë fakti që një djalë dhe një vajzë nuk mund të jenë kurrë në një shoqëri të pastër. E themi këtë, sepse së fundmi në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, një tjetër deklarate guximshme ka ardhur. Në një bisedë sinqert, Aldo ka pranuar se arsyeja e vërtetë e shkëputjes nga Danja nuk ishte të bënte me një pëlqim për dikë tjetër, por me diçka shumë më të ndërlikuar. Ai e ka pranuar hapur se ndjenjat e tij ndaj saj kishin kaluar kufijt e një raporti shoqëror. Shpresoj ta marrësh me qetësi këtë që do të them. Ka disa kohë që po mendoj, po thoja më parë se ndjenja lind, nuk e çfarë i bën. Besoj që nga momenti që jemi shkëputur, shkëputja ka ardhur për një arsye tjetër. Jo sepse pëlqeja Rezin apo dikë tjetër, por sepse papritur fillova të ndjej disa gjëra që s'duhet t'i ndjeja ndaj teje. Gjëra që e kalojnë raportin shoqëror. Nuk e kontrolloj dot, nuk kam çfarë t'i bëj, por dhe unë kam parë diçka nga ti, shikimit e një natyre që mbase më kupton, deklaroi Aldo. Me këtë deklaratë e tij ai ka lënë të kuptohet se ndjenjat e tij për Danjen nuk ishin thjesht shoqërore, duke shtuar ndryshime dhe emocione të forta në dinamikën e tyre, ndërsa Danja ka mbetur e habitur nga deklaratat e tij. A mendoni se kjo është një lojë e Aldos për të shkuar deri në finale, apo me të vërtetë ndjenjat mes tyre kanë lindur? Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.